Ditën e shtuni erdhi fundi sezonin të 4 të Big Brother VIP Albania, fitoren e të cilit e rëmbeu artisti nga Kosova, Gjesti, një person hiperaktiv me një energji pozitive. Gjesti arriti të rëmbente zemrat e publikut shqiptar dhe fitoren e BBV 4, një fitore e cila i solli sukses dhe në pjesën tjetër. Numri i ndjeksave si dhe performanca e profilit të tij nëpër rrjet është përmirësuar me shifra 6 shifrore. Ajo që është vënë re në rrjet mbetet fakti se me sa duket Gjesti po arrin të rëmbej më shumë vëmendje se sa fituesi i edicionit 2 të këtij spektakli, Luiz Eli. Kujtojmë se Eli nga një artist i cili qëndronte larg rrjetit, me fitoren e BBV 2 theu rekord shikueshmërie si dhe ndjekësash në Instagram. Por jo vetëm, e njëjta gjë, madje akoma më mirë po ndodh me Gjestin, në videon e postuar në profilin e tij ku shfaqet momenti i shpalljes së fituesit të Big Brotherit. Ka bërë xhiron e rrjetit duke numëruar më shumë se 185.000 përqime, 7.800 e ca komente dhe 3.900 e ca shpërndarje. Me këtë performancë, Gjesti ka rrëmbyer rekordin që Luiz Eli theu para 2 vitesh, ku në videon ku ai shpallet fitues numëronte 184.000 përqime. A do të jetë Gjesti një person po aq i dashur dhe i njohur në rrjet sa Eli? Kjo nuk dihet akoma, por deri më tani shifrat flasin vetë.